الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Fillojmë me emrin e Allahut, jashtëmshëshëm, shpërblyes falënderimet janë për Allahun, dhe shëndetjet për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasurin e ustimin e tij. Dashur vëllezër, nderuar motra, e lutim Zotin e Madhëshëm çdo hatuj dhe tonë Zotit na shëndej për shurën e veprave tona të mira, atë ku do dolën para vallëzis Zotit. Do të mundohemi sa të inshallah të flasim rreth Ramazanit si shkollë e angazhimit dhe punës. Duke pas parasysh që ndoshta po kuptimi është Ramazani i lodh njerëzit është një muaj i cili njerëzit do të sakrifikohen më los fizikisht. Mendoj që është e kundërta. Ramazani përkundrazi na thirr në punë, në angazhim, na thirr nxit për të vazhduar dhe të shtuar intensitetin e adhurimeve dhe punëve të mira. E natyrisht duke folur mbi këto, Zoti i Madhëshëm në Kur'anin e Snik na tregon, duke na thënë çka do të jepni prej mirësive për veten tuaj të ta gjeni tek Allahu. Pastaj në ajetin tjetër sa Zoti i Madhëshëm shembulli atyre që japin për hir të Allahut është sikurse shembulli i farës, cilën e mbillni dhe nga e cila të dalin 7 kallin e prej secillit kalli nga 100 kokra. Allahu po thotë ja shumë fishan, po ja 2 fishan, kujt e dëshiroj, e Allahu i Madhëshëm është dhënësi dhe i tishmi. Dashur vëllezër, nga transmetimet që ka ardhur prej Ibn Abbasit tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës tij ka qenë bujar, mirë po Ramazan bujaria e tij është edhe më shumë, saqë tregon Ibn Abbas kur e transmeton hadithin thotë pejgamberi alayhis salam në Ramazanit ishte edhe më bujar nga se vjen Xhibrili alayhis salam ka vizitonte atë dhe pejgamberi alayhis salam thotë ishte sikurse era në bujarinë e tij i shpejtë. Prandaj dashur vëllezër, muaji i Ramazanit është ai muaj kur besimtarët, atyre që Zoti i Madhëshëm ju dha nga mirësitë e tij, ata këtë e japin dhe shpenzojnë rrugën e tij. Është muaji kur neve Zoti i Madhëshëm na thirr që pasurinë të mirat që Zoti na furnizoi me to, mos të kënaqeni vetëm ne me to, mirë po t'i ndojmë edhe me tjerë. Prandaj këtë muaj njerëzve sikur ju shohet dora dhe bamirësia fillon, edhe bëhet më e prekshme dhe më e kapshme, duke pas parasysh që zemra zbuten, zbret mëshira e Zotit dhe njerëzit fillojnë të solidarizohen me njëri tjetrin. Dhe jo rastisht është thënë disa vargje, Allahu të dha, andaj shpenzo prej saj. Pasuria është amanet, ndërsa vitet kalojnë. Pasuria është sikurse uji, po e mbyllë atë, atëherë i humb shija dhe nuk mund të përdoret. E nëse rrjedh vet, atëherë pastrohet. Kështu është shembulli i pasurisë që Zoti na dha. Po e mbyllën, shkatërrohen. Po e lamë rrjedh shumë që edhe na dikujt, qysh na dha Zoti neve, ai edhe pastrohet, edhe Zoti na shpëton shumë dhe na shton atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetime duke na treguar Zoti i Madhëshëm thotë ka caktuar me lek veçantë e cilët thrasin dhe thojnë o Zot jepi atij që shpenzon në mirësi. O Zot shtoj atij, jepi atij i cili shpenzon në rrugën e Zotit. Gjithashtu kur flasim për sadakon, kur flasim për ndihmën nga njëri tjetrit, e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e tij, sadakoja e shuan zjarrin e xhenemit ashtu siç e shuan uji zjarrin. Domethënë sadakoja është ajo pjesa kur Zoti i Madhëshëm na i pastron mëkatet dhe gjunohet dhe gabimet tona, kur neve japim lëmush apo kur neve i ndihmojmë tjerë. Natyrisht në hadithin e pejgamberit alayhis salam kur ka thonë që çdo njeri do të jetë në hijen e lëmushës ditën e gjykimit, derisa të mos gjykohet mes njerëzve. Lëmosha, ka thonë pejgamberi alayhis salam, ditën e gjykimit kur dielli ka me qenë një plomb mbi kokat e njerëzve, ka me qenë hija e saj që kom imbulu ata cilët kanë dhënë, ata cilët kanë shpenzuar rrugën e Zotit, ata cilët i kanë ndihmu tjerëve. Dhe dim që pejgamberi alayhis salatu wassalam i kanë nxit shumë shokët e tij
për dhomje, për me qenë për njerëzve bamirës, e prej tyre I kemi dy emrat mëdhej, që kanë qenë përgëzuar me xhenet, siç është Osman ibn Affan edhe Abdulrahman ibn Auf. Dy prej sahabëve të cilët llogariten sikur miliardera kësaj kohe. Dhe Osman ibn Affani e dim që krejt pasurinë e tij e ka dhënë për me përgatitur ushtrim për luftën e Tebukut. Kur pejgamberi alayhis salam I ka thirrë sahab për më bogote për betejën e Tebukut, ka dojnë Osman ibn Affan, ka thonë ja Rasulullah, krejt pasunia jam, shkon për këtë betejë dhe komplet ushtria është përgatit për pasunisë të Osmanit. E natyrisht, kur ta sahab kanë qenë në këtë gjendje dhe në këtë nivel, e dim edhe anët e tyre ku I ka ngritë Zoti. E dim që edhe sot e kësaj dite neve histori mësojmë për anët e këtyre burra. Natyrisht, këto gjurë, Allah I madhreshëm nuk I harron dhe I shkruan histori. Ata njerëz cilët japin për Zotin natyrisht që Allah I madhreshëm nuk I harron ata. Dhe atë ditë, kur ata më shumë t'i kanë nevojë, kanë me gjetë Zotin e madhreshëm atë. Dhe po mundohemi ta përfundojmë një rast I cili subhanallah tregon atë madhështinë kur krijesa është plotësisht e nështruar dhe binden ndaj krijuesit vet. Atëherë kur krijesa e bind veten që furnizimi dhe mirësitë janë vetëm dorën e Zotit, atëherë e gjen qetësinë e madhe. Tregohet në kohën e Sulejmanit alayhis salam, e din që Hazreti Sulejmani e ka njoft gjuhën e krejt krijesave dhe ka biseduar me krejt krijesat. Njëherë prej herësh, Sulejmani alayhis salam e kishte vetë milingonën apo bubrecin. I kishte thënë bubrecit Sulejmani alayhis salam, a bën më tregu sa kofra grur të vynë ty për me kalu vitin. Sa hanë, ke kofrave të grunin për një vetë. I thëtë milingona, thëtë një kokër grun për një vetë e kry. Dhe çka bën Sulejmani alayhis salam, e merr milingonën e fut me një vend e mbyllë e jap dy kokra me grun. Ja fut dy kokra grun atë mbrapa dhe fut milingonën apo bubrecën dhe e mbyll. Pas një viti, po e qesh Sulejmani alayhis salam kutin, po e shef milingona ka humbur vetë gjysën e kokrës. Edhe një kokër e gjys është aty se ka prek. Dhe subhanallahu po çuditë Sulejmani alayhis salam, do thotë çka ndodhet me ty? Te u tha për një vetëm vjen një kokër. Unë t'i dhash dy. Dhe në fund t'i vetë gjysmën e pas ka humbur një gjysmë nuk e ke prek. Çka I tha milingona? Tha, oj dërguar I Zotit. Kur unë jam e lirë, s'jam e mbyllne, e di që e kam Allahun furnizues në absolut ai s'm harro kur. Por ti u mbyllë mu këtë, u fiksova që ke mu harru, s'ke mu prunë më kofra, u dash me rujt. Doshë vëllezër, shpresa jo në rrisht e Zotit. Risko, vjen veç për Allahut. Ai njeri që jep për Zotin, Allahu më jep atij shok. Ai njeri që ka vendosur me dhon për Zotin, ta din që ka më orë furnizimi ka sekretet. Vallahi dim shumë citata. Ku e na ka ngosht, na ka orë zgjidhja ka s'kena pritësh. As vetë se kanë mendu, as në imagjinos na ka orë çka janë këto mjesi. E Allahu I ruan për këtë ditë. Ai njeri I cili jep vërtet Zoti më jep shumë atij. Inshallah Zoti na bëtil, e ky Ramazan na çel zemrat tona, na çel edhe xhepat tona me japën njëri tjetrin. Këtë muj s'guxon me pas fukarallak. Këtë muj nuk guxon me pas agjerus që nuk kanë me çka me qenë iftarin. Sepse do të më qenë pranë tyre na. Zoti inshallah na bën tillë, Allah I shpërblet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.